Haradinaj not guilty. The chamber finds you not guilty. Shpallim Kosovën shtet. Did not violate general international law. Në mëngjeset si ky që rrallë janë me diell, qyteti Hagës zgjohet me tjetër disponim. Zhurma e biçikletave në njërin anë dhe trenit në anën tjetër japin shenjë për fillimin e një dite tjetër pune. Për ata që zgjedhin të udhtojnë me trenat 1 apo 9, kjo mbas është vetëm një rutinë e ditës. Me lëvizjet në anë krejt të kundërta të Hagës, këta dy trena nuk i përbashkon asgjë, përveç një historie. Pritja për trenin nuk është e gjatë, njëjtë sikur as rruga deri në destinacion. Deri te stacioni që quhet World Forum të shoqëron veç qetësia e mëngjesit. Në stacionin që për të gjithë ishte veç ndalesa e radhës, për dikënd ishte stacion i faqes së parë të historisë. Në institucionin që dikur qëndronte Tribunali i Hagës, sot qëndron një tjetër institucion i Kombeve të Bashkuara. Pamja e objektit ishte e njëjtë, por zhvillimet brenda dallojnë shumë. Aty ku ka qindra flamoj, mungonte ai i Kosovës. Kështu qetë në Hagë për Kosovën nuk ishte prej vitit 2003 tutje në qytetin e Hagës në Holand. Në objektin që shihet pas meje në Tribunalin për krimet të luftës në ish Jugosllavi, nisi betejë e parë e krerëve të UÇK-s me drejtësinë ndërkombëtare lidhur me akuzat për krime të luftës. Fatmir Limaj e Ramush Haradinaj do të ishin dy komandantë të UÇK-s të cilët do të përballeshin me drejtësinë, por që në fund arritën të dalin të pafajshëm. Betejë për krime të luftës në Tribunalin për krime luftë të ish Jugosllavisë këtu në Hagë do të ishte vetëm një prej shumë ngjarjeve të rëndësishme që do të ndodhnin për Kosovën në qytetin e Hagës në Holand. Brenda hyrjes së këtij objekti dikur kishte shumë nga Kosova. Pas akuzave ndaj Ramush Haradinajt e Fatmir Limajt për krime të luftës, Haga ishte në qendër të vëmendjes. Por dy sheprorët e UÇK-s dolën të pafajshëm, madje Haradinaj 2 herë. The chamber finds you, Mr. Haradinaj, not guilty. The chamber finds you not guilty on all counts in the indictment. Me trenin me numër 1 është krejt i lehtë kthimi nga ish tribunali për në qendër të Hagës. 2 staciona më tutje, rrugës për në qendër, në rrugën e trenit të njëjtë, ati me numrin 1, ishte shkruar një tjetër faqe e historisë së Kosovës. Akuzat për krime lufte ndaj ish udhëheqësve të UÇK-s kaluan në një nivel tjetër nga Serbia dhe Rusia. Ato eskaluan deri në akuza për trafikim të organeve. Madje kjo çoi në hartimin e një raporti nga ish senatori zviceran Dick Marty që u miratua në Këshillin e Evropës. Gjithçka nisi në vitin 2010, pak muaj pasi Kosova në objektin që gjendet pas meje pranë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, konfirmoi se shpallja e pavarësisë në vitin 2008 nuk e shkeli asnjë konvent ndërkombëtare. Disa muaj pas këtij vendimi të GND-s ishte senatori rus Konstantin Kosachev, i cili publikoi një raport me akuza të rënda për trafikim të organeve nga eprorët e UÇK-s. Kjo çoi në hartimin e raportit të Dick Martyt dhe si rezultat krijimit të dhomave të specializuara të Kosovës. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me seli në Hagë në korrik të vitit 2010 konstatoi se Kosova nuk shkeli asnjë legjislacion ndërkombëtar me shpalljen e pavarësisë së saj. Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Did not violate general international law, Security Council Resolution 1244 or the constitutional framework. Objekti i bukur nga jashtë i kthyer në atrakcion turistik për mijëra persona, aso kohe ishte kthyer sidomos në qendër të vëmendjes për Republikën e Kosovës. La vente des organes.
Vendimi GND-s nxiti një tjetër luftë të Serbisë kundër Kosovës, atë të akuzave për trafikim të organeve nga UÇK-ja. Atë që e nisi ish prokuroria Karla Del Ponte në librin e saj, e vazhdoi senatori rus Konstantin Kosaçev, e finalizoi Dick Marty me raportin e tij të famshëm. Por edhe pse ish kryeprokurori Clint Williamson konfirmoi se nuk ka prova për trafikim të organeve, presioni ndërkombëtar shtyu në krimin e dhomave të specializuara të Kosovës. Një gjykatë speciale që do të hetonte krimet e pretenduara të luftës nga udhëheqës e pjesëtar të UÇK-s. Edhe selia e kësaj gjykate të quajtur speciale u vendos në Hagë. Prej ish tribunalit e GND-s, objekti speciales nuk gjendet larg. Megjithatë, rruga duhet të bëhet me një tjetër tren. Kësaj radhe edhe me një tjetër numër. Ai treni me numër 9 që të çon deri në derën e objektit të gjykatës speciale. Aty ku për 2 vjet gjykim, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi shkuan gati për ditë. 4 UÇK-s që akuzohet për krime të luftës u arrestua qysh prej nëntorit të vitit 2020, pa pasur mundësi të lirohen asnjëherë nga paraburgimi, me gjykim intensiv 2023-2025, Haga sërish u kthye në qendër të vëmendjes për Kosovën, kësaj radhe për një tjetër proces gjyqësor. Ajo që nisi në tribunalin për krime të luftës në ish Jugosllavi, vazhdoi me vendimin e GND-s këtu në Hagë, pritet të përfundoj pikërisht në afërsi të vendit ku po gjendem aktualisht, pranë objektit të dhomave të specializuara të Hagës. Ato që shumë kush e ka quajtur si betejë e fundit e UÇK-s me drejtësinë, pritet të marrë fund më së largu deri në mesin e vitit të ardhshëm, kur pritet një vendim përfundimtar në rastin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. As rruga nga qendra e paraburgimit deri te gjykata nuk është larg, mirëpo edhe atje duhet ta shfrytëzosh trenin me numër 9. Por për Thaçin, Veselin, Krasniqin e Selimin, kjo rrugë bëhet me veturat e speciales me xhama të zi. Qendra e paraburgimit ku dikur qëndruan Haradinaj e Limaj e tash Thaçi e të tjerët, ndodhet jo larg Sheveningenit të Hagës. Qetësia e detit atje prishet nga era e fortë që fryen jo rrallë. E deti Sheveningenit që kryqëzon rrugën e trenave 1 dhe 9 mbetet të shihet nëse në të ardhmen do ta bashkoj historinë e Kosovës. Nga tribunali i Hagës e GND-ja në njërën anë, me drejtësinë e gjykatës speciale në anën tjetër. Për dikë, Haga njihet si vendi i drejtësisë. Për dikë tjetër, vetëm si një qytet ku e ka vendin e punës. E për të tjerë, mbase edhe si qytet i turizmit. Por për Kosovën, Haga ka pasur ndër vite vendime të historisë. Se cili do të jetë fundi i kësaj historie mes Hagës dhe Kosovës, sigurisht mbetet të shihet së shpejti.